Luhatjet e çmimeve të karburanteve në tregun vendas kanë vijuar edhe gjatë fundjavës. Vetëm 24 orë pasi kishte vendosur uljen e çmimeve të naftës dhe benzinës, Bordi i Transparencës u mblos sërish dhe miratoi një tjetër ndryshim, këtë herë me rritje të çmimeve të shitjes. Sipas vendimit të ri, çmimi tavani naftës në tregun e pakicës është caktuar me 202 lekë për litër, duke rritur me 4 lekë krahasuar me çmimin prej 198 lekësh që ishte vendosur një ditë më parë. Me të njëjtën vlerë u rritet edhe çmimi i naftës në tregun e shumicës, ku tashmë 1 litër do të tregtohet deri në 190 lekë. Rritje ka pësuar edhe benzina. Pas uljes mes 2 lekësh të miratuar të premten, Bordi vendosi që çmimi i saj në tregun me pakicë të shkojë në 188 lekë për litër ose 3 lekë më shumë se niveli i mëparshëm. Ndërkohë në tregun e shumicës, benzina nuk duhet të shitet mbi 176 lekë për litër. Vendimet e njëpasnjëshme të Bordit reflektojnë luhatjet e çmimeve në bursat ndërkombëtare të karburanteve, të cilat ndikojnë drejt për drejt në tregun shqiptar. Ndryshimet e shpejta të çmimeve kanë sjellë reagime nga qytetarët dhe operatorët e tregut, të cilët përballen me paqëndrueshmëri të vazhdueshme në sektorin e hidrokarbureve.